Për shembull të ndërrozë, nëse na për shembull kemi një aktivitet me një vend caktuar, apo kemi një aktivitet me vend caktuar, edhe 10 vjet aktivitet. 10 vjet aktivitet. Më na që 10 vjetëve, shumica dërmuese e aktiviteteve kanë qenë, domethënë të ndërtuara mbi bazën e plotësimit të kërkesave të njerëzve që më i bin me ardh. E ata halasin ardh. E na po presim kur të vinë, ju thujmë tani që kena pas më thonë, që 10 vjetëve. Kështu s'vinë Allah. Ju bëna lojna, ju bëna ping-pong, ju bëna futball, ju bëna kështu, dalim piknik kejt. A ju ke thonë çka duhet, halasëm po i them se s'u na afro mirë apo. Mirë, e kur kemi ju thonë Allah. Andaj, me çka e matëm na? A duhet më apo duhet më matë me? A kanë marrë vesh? Pejgamberi sikari ka thonë, o abudullah, Allah në dërnë. Pastaj çështja juridike, po shkojmë graduale, ama duhet me kuptu se Islami çka kërkon prej tina. Allahu tha, kul, thuaj. Dhe mas kësaj nuk tha kujt mi thonë, që i bjen të gjithë dhe thuju. Që i bjen se, këto temat e surës El-Ikhlas janë për të gjithë. A je me profesora, a je me mjek, a je me të rëndëmt, a je me njerëz, mësus, me këndo që je, apo këtu e në tema. Që me ta lërë shumë biseda, lërë shumë qële temen. Normalisht, formulimet, shembuj, duhet i përshtatën nivellit e njerëzve, ama tema që kjo është. Pastaj, a ka tema që nuk mune me i qilë me gjithë po ka tema. Përshka këtë kësë kuptan, nivelli këti, po, temat e tjera. Ama tema e surës El-Ikhlas është temë që duhet me të gjithë me hapa. Me gjithë. Ajte, ndërëdhëzër, nëse, për shambull, me njerëz nuk e qilim temën e të hujdit se Allah i vetëmi që meritën të adhuruhet. Apo, se Allahu kush është. E qëfar temë këna me qenë me ta? Me qka këna me ndërtu komunikimin dhe me aktivizu projektin e thirrjes në njerëzve nëse kemi hezitim në tauhid. Nëse kemi hezitim në njëshmërinë Allahu te bareke ve teala. Në çka? Dhe kol gjithëve thuju. Kjo për këtë temë vallahi këtë bota ka nevojë. Krejt me të mbledh me profesora, me doktora, me shkencëtar, me krejt ka nevojë me ditë kush i ka krijuar dhe çfarë obligime ka ndaj tij. Ka nevojë me njoftë Allahu xhallahu ala. Krejt Allahu atë kul mos hezitoni, mos u turpnoni, mos neglizhoni, mos u kompleksoni, mos. Falni për Allahun te bareke ve teala. Falni nëse për Zotin xhallahu ala. Kallzoju. Pejgamberi alayhi sallam çdo mjedis ju ka folur për Allahun te bareke ve teala. E për temat e tjera pastaj normal. Çu që ka qenë modhet radiallahu ta'ala anhu. Ti përshkatën i popull e kitab, e para thirri në shahade, la ilaha illa Muhammadur Rasulullah. Pastaj, thot, nëse ata të besojnë, të njekin, thuje për 5 kohët e namazit. Ani, mund të ketë vonim pak, në disa obligime, nëse je angazhuar me ndërtimin e bazës, në mënyrë dinamike dhe aktive, me udhëzimet e fesë.